shirë ne këtu në vendin tonë, por pse edhe gjithë botave se është duke shkuar nga ajo mënyrë e re e ruajtjes edhe territorit edhe të pasioneve të shumta. Qysh nisi viti realisht pikë së pari? Së pari urime për këtë mision, shumë qëllum. Po une shkova në Shtetet Bashkuara për punë para përfundimit vitit edhe qëndrova atje thuajse 3 javë. Kemi prapë disa kompani atje që jemi kontraktore me do gjigande amerikane edhe kësaj here më ka thuajse më sjell krejt Amerikës prej Seattle, Washington ku janë Microsoft e Amazoni, pastaj me do mbledhje në Dallas, në Floridë e New York, ke qronjën u e vona, dhe isa o ktheva. Aty këtu do mbledhjet bordit edhe pastaj në Kosovë, jam këthu që 1-2 ditë. Unis me energji pozitive, me IT, më përgjësi unë në botën e IT-s, edhe me disa partner ku shpresojmë që do të vinë në ndim në vitin 2026. Disa shifra goxha mira, me sa kom arrit me po edhe nga profili juaj aty duke u regjistruar student për të bërë pjesë e një grupi të ri të personave që funksionojnë ndryshe nga ne të tjerët, sepse unë me qef ka me dirigju një dron, por nuk di as me prodhu, as me punu në atë aspekt. Po kështu, kjo ndërtimi i dronëve, thuajse dronët e vegjël janë bo si lloj komoditeti. E përcjell një tutorial online edhe mund ta ndërtosh në një dron deri dikun. Mirë po, zhvillimi i talentëve në këtë industri, që i bjen industria robotikës ka të bëjë me këto, megatronika që i thëmë ne, është ekstrem me rëndësi në këtë fazën ku jemi na si shtet edhe në fazën e inteligjencës artificiale që ka botën. Na thuajse një dekadën e fundit si popull kogja kemi avancu në botën e programimit në software, me kompani ndryshme që kanë ardhur këtu kanë bërë outsourcing edhe jena zhvillu kogja në botën e programimit. Mirë po, tash për shkak e jahit që është të e kaplu atë lëmid programimit, ne jemi të i shëndru rinin ose student në robotik, ku tash prej ka një hardware që i cili implementon këtë ide të tua programuese me një hardware pastaj e ndërton një dron më të avancuar. Na çka kemi bërë, domethënë kemi pas filluar si që dinin me ndërtimin e dronëve në Kosovë, kemi një 4 lloje dronëve prej më të voglit FPV-s deri një dron me 5 metra krah tani për tani, jena të ndërtu tjetëri me 14 metra krah. Tjetër një del në ky modeli Vitol quhet me 5 metra krah, që është kogja i madh. Edhe kemi dron që shkon 20 km larg dhe testohet këtë me shku 1000 km larg. Jo në Kosovë, 1000 km larg. Ai nuk mund testohet në Kosovë. Jemi duhet të testuar te lokacioni i klientëve tanë, ku ai kalon një distancë pak për 1000 kilometra. Fluturon vet, ka diçka mbi të ose është duke testuar vetëm distanca? Ai tani për tani janë 1000 kilometra drejt, nuk mundesh ta testosh, po kemi një hapësirë të filon klienti, ku ai e sjell domethënë hava për një 7 orë thuajse, e mon airborne, edhe tanaj e lëshon në cakun ku dojmë testu edhe goditjen. Ky dron mund të bart me veti 50 kg. Testimi bëhet me 42 kg, u bë më preciz. Edhe bëhet një testim kogja interesant për herë të parë, ku edhe goditet një objekt. E shohmë ide qysh po del, shpresojmë na vinë rezultatet pozitive. Mirë po, çka kështë të thonë, do më fillun student ndërtojnë dron me ekipën tonë FPV të vegjël, pastaj dron më të mëdhaj, ky që shkon 1000 km është 3 metra me 2, domethënë kogja më i madh. Edhe pastaj ky Vitol është më shumë për mbikëqyrje me bartë logjistike kështu me radhë, ajo 5 metra krah, shkon kogja lart, një 6000 metra lart. Domethënë avancohen studentë në këtë lëmi edhe mënyrën se që kemi përgatitur që ta shpërndajmë talentin nëpër tërë Kosovën, kemi thonë që çdo qytet nëse i angazhon student për më regjistru,
edhe e mrin limitin që ja kena dhënë çdo qyteti, na do ta hapmi një laborator në qytetin tënd. Do të thotë, po e marrim Fushë Kosovës si shembull me këtë veprimtarinë e komun në Fushë Kosovë. Nëse Fushë Kosovës ja keni vendosur një detimi një kufi prej 50 personave ose prej 50 studentëve. 50 studentëve. E kalojmë ne të Fushë Kosovës e bëjmë 58. Do të thotë një laborator hapet në Fushë Kosovë. Pikërisht për ata persona. Pikërisht, çdo qytet e ka laboratorin do më të mëdha, do më të vogël, shembull Prishtinës ja kanë lënë 200 student, ata kanë arrit numrin 290, edhe laboratori do të jetë më i madh për shkak numrit studentëve. Po ashtu siç e thotë, domthonë e arrin numrin që ne e kemi vendosur, është publikisht kjo. Atëherë na do të hapim një laborator aty ku do t'ju ofrojmë trajnime, instruktorët edhe resurset, një laborator me pajisje ku ti si student do të kesh mundësi me ndërtu një dron prej fillimit deri në fund edhe me fluturu. Prishtina që zakonisht, po besoj që është vendi i parë që e kam stërmbush numrin, por janë edhe komuna tjera në të njëjtin nivel të duhur, le ta quajmë kështu? Shumë interesant çka ka ndodhur, shembull Prishtina pak më vonë e mriti numrin, e mritën si Vushtrria, Podujeva, Mitrovica, e disa tjere mbretën më herët se Prishtina. Gjilani ma gjithmonë bajraktar më doket këtë fush. Na kemi nisë Gjilan, kështu që ndoshta për shkak neve atje, kemi pas një numër kogja një fluks të madh në Gjilan, në racion me sa popullat ka. Po, edhe Prishtina do të arriti edhe disa qytete që neve nuk na ka marrë mendje, që do të arrin kaq shpejt. Nga takimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po besoj që këto statistika ju a ke treguar edhe atyre. Duket që ka ndonjë befasi prej tyre që qysh ne me dron, qysh so shpejt u kapëm në këtë botën e re, ndonë se i kemi 25 vite prej luftës. Po, këtë bota është të ndru këtë industri. Disa prej nevojave, si që dimi luftën në Ukrainë e Rusi, e shumë vende tjera prej nevojës u ngrit kapaciteti shumë i shpejt. Po ndihmën më të madhe që e ka dhënë në zhvillimin e kësaj industrie është edhe inteligjenca artificiale. Me dijen që e marrëmi prej inteligjencës është shumë më shpejt na ta ndërtojmë një dron me kapacitete të larta sesa dijen që kemi pas para inteligjencës. Është dashur me shku edhe me gjetë një dy inxhiniera me prita vina zvim prej kompanive gjigande, me na mësu për aerodinamikën, për software-in e saj, flight controller, e shumë sene tjera që i përmbajnë dron. Tash me ndimin e AI-it i kemi thujse 10 inxhinierë mbrapa neve tu na animu për me vazhdu këtë procedurë. Tash çka nevojit neve është të vazhdojmë ndërtimin e talentëve në robotik, qëtësisht në ndërtimin e dronëve. Po shpresojmë si vizion ku shteti jonë do të identifikohet me një dron, si kur shembull Turkia me Bayraktar, edhe na me skifterin shpresojmë, tash një lloj droni i veçantë, ku pas zhvillimit të dronit për vendin tonë, për mbrojtje vendin tonë, me pas mundësia me eksportu jashtë. Edhe kjo industria dronëve është shko me hapat gjigant. Çdo shtet tash në vend pluma po dojnë drona. Luftrat tash janë të bëu përmes dronave, thujse 85-90% e luftës llogaritën në Ukrainë është të bëu 85% në mes dronave. Edhe tash kur kesh në Amerikë analist e njohur e jepshin atë imazhin se mënyrën se qysh do të bëhet betejë është ku një teenager me një dhomë dikun i ka vënuar edhe ka një dron që është kogja i rrezikshëm edhe është në betejë atje. E ka plot kështu që mund t'i ndërtojnë këto edhe vetë. Kjo qëllimi. Qëllimi është qysh ta aftësohen që ndërtojnë diçka qoftë robotik. Nuk do me thonë vetëm shembull robotik që ka të bëjë me Ministrinë e Mbrojtjes ose robotik të rrezikshme. Mund me ndërtu edhe robotik e cila i shërben filon industrisë, bujqësisë, mjekësisë e kështu me radhë. Qëllimi jonë është t'i aftësojmë këta në këtë industri dhe pastaj ata vinë me inovacione ndryshme. Tash llogaritë 21 dron e kemi një jetë mi hap, më fal 21 laboratorë. Po. Tash prej 21 në laborator për afërsisht sa dron mund zerë mrena një muje? Varet prej që tash disa kanë shumë më shumë kapacitet si Prishtinën që do ta ndërtojmë, e Gilanin, disa janë më të vogël për shkak popullsisë. Po nëse nxjerrin një mesatarë? Po llogaritë